Po, unë më shumë se unë, nuk i ka demasku kush me emra, po absolutisht nuk jam për vrasje. E kemi heqë dënim me vdekjene. Unë jam për ligjin, jo për vrasje. Jo, unë jam për ligjin edhe jam shumë jam i bindur që është veprimi drejt heqja dënimit. Kurse këta taktikën thanë kokat njëri tjetrit. Dhe ky nuk i heton mbi bazë e kësaj taktike. Ja ta pyesun këtu para jush. Kush e nxorin prit Bardok planen? Sali Berisha ka denoncuar atë ndjes të është i djerë tani, më shumë se kushdo tjetër. Po jo, nuk mund të jetë ligji dhe drejtësia të hanë kokat e njëri tjetrit. Cili do që është implikuar, do të marrë dënimin. A ky, hiqet aty, sigurisht, për të fituar zgjedhjet partia e tij do të arrestonte liderët e partive kryesore, do të mirte mandatin atij tjetrit në kandidatin. Kush i bëri këto? Ky i bëri. Ky i bëri, kush i bëri? Ti pyes ata që si u zgjodh ky? Kush e zgjodhi këtë? Edi Rama me Jurikim, që bënte moral për korupcion ajo. Dhe doli se ishe tigri i tretë. Po, ky do të ketë, këta s'kan vetdije. Këta janë qenje të transformuara, s'janë as qenje shoqërore. Edhe të rrinë aty se kjo s'me lejon hetimi, këtë s'me lejon, që s'lejon hetimi e ty mërë? Ti e ke hetimin privat, ti e ke shru hetimin në institucion privat, po e për Edi Ramën. Ja ku e ke, e qonë se një drejtor i sjellësi u pushua për vjedhje. Edhe kjo është një gjykata një Bardh Spahia. Kurse kryetari aktual i bashkisë që është kap me gjitha anë, ai vazhdon detyrën. Shu apo jo? Ndaj dhe sa më shumë të ndalesh mbi ta, këta e një puset e zezë, çmimin e të mërshëm të cilve e paguan qytetari shqiptar. 1 miliard euro fatura. Nuk po flasë për tjera. Fatura. 630 milion qezi. 200 milion janë këto 200 milion janë djegsat. As një s'punon. Shkuan 830 milion. 50 milion tuneli Llogaras. Dhe këto janë pjesërisht një pjesë, po t'i llogarish merr pa. Check-up i Vilmanushit. 200-300 milion, sa është? Nuk po marrim qindra milion të tjera në tendera. Po i lam ato. Po këto që janë me fatura, këto janë fatura. Ajo ka regjistrue, sikur ka kryer check-upin, në një vit, rreth 500.000 shqiptarë. Regjistri i saj është regjistri i Gogolit, i Nikola Gogolit. Është regjistri i Qiqikovit. Shqiptarët paguajnë. I ka të gjitha aty, i ka këtë të gjitha aty. Dhe, po sigurisht, për një vit e lanë pa kryetar BKH-n. Dhe fillojnë. Po si, këte kanë bërë modë këte morë. Ta rjepin. Ka ndodhë qa sistemi, të gjithë gjykatat me nën kryetar, prokurit me nën kryetar, dole dhe BKH-ja me nën kryetar tani jam tope. Edhe ka detyra. Po sigurisht që detyra, në gjdo, s'ka nevoj ta ketë. A i vutre ju ata.
Asnjë prej tyre s'kishte rregullore funksionimit të institucionit. Katastrofë. Fliste ai, si e ka emrin që krahasonte vrasjen e gjykatësit me aksidentin e teatrit të tij. Po, s'kemi rregullore, s'ka rregullore. Po kush ka penguar me rregullore më? Po si mund të funksionosh pa rregullore njëra më? Po e di pse s'ka rregullore? Se duhen të shkelin ligjet. Se nuk duhen të zbatojnë ligjet, se rregulloria bëhet në përputhje me ligjin. Në qoftë se nuk e ke përputhje me ligjin, rregulloria shkon në gjykatë. Ai që e pëson, ajo shkon në gjykatë administrative, shkon në gjykatë kushtetuese etj. Me radhë. Po si mund të jetë institucioni pa rregullore? Asnjë shoqat nuk është pa rregullore. Imagjinoni o miq, institucionet e reformës George Sorosit pa rregullore. Pa rregullore do thot në vullnet e ligë të njërit apo tjetrit pa standarde. Pra unë them se ishte një ditë të paktën transparente për qytetarët shqiptarë, morën vesh se çmall kanë. Institucione pa rregullore. Po s'ke rregullore ti se, po t'kesh rregullore ti troplin, nuk mund ta mbash në xhep mandatin e Elvis Doçit. Nga data 26 në datën 22. Se rregulloria thot, momentin kur gjykata e firmos, ke për detyrë 1, 2, 3, po ati i pëlqen xhepi. U shëdi sa e pagou troplini, po emrin ja morja ma. U bë dhe ky troplin me atras, themi atë qefse, i dhe këti si. Qiqe nga 251 mandate, ta dini ju. Bost asni, se mos kemi këtu, shko, qa ndodhë këtu? Është një dramë shumë e madhe. Të mërësisht, këtu kapen degët, nuk kapot vazhdojnë drejtimin e organizatave, po nuk i shtype kokën drejtuesve, organizata nuk shkatrohet. Për kundrazi, se për ushtarat a i gjenë kollaj, i zëvendësojnë. Drejtuesit janë arkitektet që kanë ndërtuar organizatën. Ku janë ata? Janë të gjithë njërim. Dhe në një që është kapur fal Interpolit italian, Interpolit belg, Interpolit... A ju kujtohet ju ky? Prisin. Mbi 1 miliard vjedhja e Aman Josifit. Kush është Aman Josifi? Aman Josifi është djali i kësaj të famshme së shërbimit civil. Apo e këm gabim? Po, djali saj. Një me Olsi Ramën. Erdhi dosja, jo tha, nuk e hetojmë, ne tha, ka ndodhur tjetër kund. Ju kujtohet ju kjo? A iku. E arrestoi Spanja, u arrestua për llogarit Spanjës në Emiratet Bashkuara Arabe. Nuk mund të arrestoi për llogarit Shqipërisë. Se na dilte Olsi. Absolutisht për asnjë arsye tjetër. A ka ligje ky vend? A ka ligje ky vend? Tani marr vesh sot se këtu të gjitha gjërat janë. Të gjitha vakit ndodhin. Bayram Bega, presidenti, i betuar